Sot është dita e Xuma, 28 qershor, dita e organizimit për aksionin e udhërimit të gjakut, që është marrë nga Këshilli i Bashkisë Islame në anë të Elezit Departamenti të Rinjeve. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, i cili me këtë fe që pastaj na ka mësuar se ç'është e mira dhe ç'është e keqja dhe ç'është bamirësia. Edhe padyshim këtë aksion që e ka marrë Këshilli i Bashkisë Islame në anë të Elezit Departamenti të Rinjeve është një nxitje prej fesë së sot, prej fesë tonë, që sa më shumë njerëzve mirë bëhen bamirësi, posaçërisht atyre të cilët kanë nevojë më shumë pra të smurit tanë që gjenden në spitalet tona. Lutim Allahun Azza wa Jalla që këtë gjak të cilët e japin bashkëqytetarët tanë, bashkëshortarët tanë, që inshallah të arrijë sa më shpejt tek ata muslimanë të cilët janë të nevojshëm dhe sa më shpejt Allahu Azza wa Jalla të lehtëson gjendjen e tyre. Inshallah Allahu subhanahu wa taala të gjithëve na shpërblen për organizimin e këtij aksioni. Inshallah Allah subhanahu wa taala nuk e çon mundin tonë poshtë. I falenderojmë të gjithë institucionet të cilët na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmuar, duke filluar nga komuna e Hanit të Elezit dhe të gjithë institucionet të cilët gjenden në këtë vend. Padyshim se durimi i gjakit është diçka e shtrenjtë që njeriu s'ka mundësi me jetuar për ta, edhe pse ndoshta tek dikush kjo duket e vogël, mirë po te Allahu Azza wa Jalla është e madhe dhe padyshim ai i cili jep hir te Allahu Azza wa Jalla inna grupin atyre të cilët Allahu Azza wa Jalla i don, ku thot Allahu Azza wa Jalla inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allahu i don bamirësit, thot Allahu Azza wa Jalla bani punë të mira në mënyrë që të shpëtoni. Mjafto edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe fjalët e tij na kanë nxit për të ndihmuar të smurit, siç thot Muhamedi alayhis salam, ai i cili ka mundësi me ndihmu Allahun e vetë musliman, le ta ndihmon atë sa ka mundësi. Por pasi që në mënyra në forma ndryshme nuk kemi pas mundësi me ndihmu të smurit tanë, atëherë kjo është ajo të cilën kemi pas mundësi dhe lutim Allahun Azza wa Jalla që dhe na shpërblen të gjithëve edhe të arrijë ajo të cilën na e kemi për qëllim në vendin e duhur. Inshallah prapë vazhdojna pas namazit të xumës, këtu do të jetë vendi ku do të japin gjakin, do të adhurojnë gjakin. Në këtë aksion që e ka marrë Këshilli i Bashkisë Islame për udhërimin e gjakit, sot e kemi edhe kryetarin e komunës Rufkis Humën, Allah shpërblet, i cili ju ka përgjigjë ftesës, me këtë tregon humanizmin e tij, bamirësinë e tij që e ka ndaj popullit ton. Allah shpërblet dhe kishmi pas dëshirë që inshallah, edhe pse ndoshta ata në gjendje të vështirë, 2-3 fjalë me ne dhon inshallah. Unë në rend parë falenderoj Bashkinë Islame për këtë aksion që ka ndërmarrë. Gjithashtu shfrytëzoj rastin ta falenderoj edhe ekipin për të
transfuzion në gjakut, të cilat po bën marrë në gjakut nga qytetarë të cilët vullnetarisht kanë shpreh gatishmëri të japin gjak, të vetëdijshëm se me dhënien e gjakut do të shpëtojnë shumë jetra njerëzish. Faleminderit shumë, Allah është përbleft, ashtu që thot edhe Allah në Kur'an, kush bëhet shkak që me shpëtua një jetë, është shkak sikur me shpëtua tanë njerëzimin, dhe inshallah këtë gjak që është dhurua, bëhet shkak që me shpëtu shumë jetat të sëmurëve tanë që gjidin në përsit pale tona. Qështë edhe hoxha me herët ki dhen, ki institut, ka qenë ku Serbia, terrori sërb me gjak, me dhun ka morë gjak, ndërsa ta zvullnetarisht na jap me gjak, me të reku bamirësin tonë për mi shpëtu jetat e njerëzve. Allah është përbleft kretar, Allah është përbleft të gjithve. Faleminderit. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gjithçka që shohim me sy, ke krijuar ja Rabbi, falënderimi takon ty. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pejgamber në ke dërgu, prej të keqes me në largu, në të mirë me në ofru. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pejgamber në ke dërgu, prej të keqes me në largu, në të mirë me në ofru. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Në ke zbrit libra të Dhurues të gjakut, në këtë aksion e kemi edhe kretarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Hanit e Elezit, Muhammed Efendi Sumën, njështu dhe imamin e kësaj xhamie. Allah është përbleft që ka sakrifikue për popullin tonë, inshallah, disa fjalë shkurtra. Bismillahirrahmanirrahim. Ky aksion dhurimi i gjakut organizohet nga Këshilli i Bashkisë Islame të Hanit e Elezit, edhe e ka përkrah edhe këtë iniciativë ka kryer dhe Departamenti i Rinisë në krye me hoxhën e Fillit Tafira Munkan. Këtë aksion e kanë ndihmuar dhe kanë përkrah të gjithë imam të xhamive dhe shfrytëzoj nga rasti që t'i falenderoj gjithë xhamatllin që kanë gjetë kohë me përgjigj këtij aksionit ton. Në emër të Bashkisë Islame i falenderoj gjithë për këtë aksion. E falenderoj edhe stafin që ka qenë një staf i mrekullueshëm që na ka gjetë edhe me një shërbim shumë cilësor po e kryjm këtë punë. Në veçantë mos harroj të përmendi dhe ta falenderoj kryetarin e komunës Hanit e Elezit, të Rrëfisumën, të gjitha institucionet si policore, të arsimit, shkollës mesme fillore, edhe qendrën e mjekësisë familjare, sado që flet në këtë rast mas shumti flet vepra, flet aksione, flet rinia e cila po shihet që gati ka 2 orë që s'mundesh me në radhë prej kallabllakut dhe prej njerëzve të shumë. Allah është përbleft të gjithë, edhe njerë në emër të Këshillit të Bashkisë Islame i falenderoj përzemërsisht për këtë aksion. Allah xhaleshani është përbleft inshallah me të mirat e xhennetit. Allah është përbleft të nderuar, inshallah Allah të gjithë ishte përbleft. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pejgamber në ke Prezent në këtë aksion e kemi edhe drejtorin e shëndetësisë në Hanit e Elezit. Allah është përbleft drejtorin Safet Bushin, përbleft inshallah 2-3 fjalë për këtë organizim drejtor. Faleminderit, sipari ju falenderoj shumë për Bashkinë Islame, në krye me Molla Muhammedin dhe me ju si organizator në punë pandashme. Ju falenderoj për iniciativën të cilën e keni marrë si Bashki Islame, në bashkëpunim me ne, me komunën, kryesisht me drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Ne jemi munduar pari falenderoj të gjithë këto qytetarë të cilët kanë dhuruar gjak. Dhash Zoti që ky gjak sa më pak të përdoret për qytetarët e Kosovës. Edhe është një hap tepër i kënaqur ne si drejtoria e shëndetësisë me qytetarët të cilët kanë bërë një akt të cilën shumë rrallë kush e bën. Prezenca ka qenë qytetare e mirë, do të thotë kuadër Bashkisë Islame që ka bërë një reklamim apo them një organizim të jetë mirë që shpesh herë në për xhumë ka marrë këtë iniciativë. Edhe kjo iniciativa ju e ka përfunduar me sukses, që lirish mund të them se është i kaluar edhe numri i dhuratëdhënësve të gjakut, që i falenderoj të gjithë ata që kanë dhënë gjak, ndoshta kanë do të shpëtojnë shumë jetra në Kosovë të shqiptarëve. Ju falenderoj shumë edhe një herë për Bashkinë Islame me këtë iniciativë të cilën nuk është marrë deri tash, për herë të parë dhe kisha kërkuar që kjo të jetë tradicionale. Ju falenderoj edhe një herë.
Prandaj dhe na do të mundohemi inshallah që çdo vit të jetë sa më bukur, sa më mirë. Allah e shpëlbeft të gjithë ata të cilët i kanë përgjegjë organizimit të Allahut nderuar. Jam i mbyllur ke qeni, për çdo ditë më sjell mërzi. Rimbyllur ke qeni, për çdo ditë më sjell mërzi. Zone Sabrije shfrytëzoj nga rasti që në emër të Këshillit të Bashkisë Islame ti falenderoj për këtë pjesëmarrje dhe për këtë staf të mrekullueshëm, për këtë shërbim shumë nivel. Edhe kisha pas dëshirë si kryetari i Bashkisë Islame në 2-3 fjalë ti më nda për voja juaj çish ishte sot në Antelezit. Më vjen mirë që më dha rasti spari me arën komunën juaj të Elizanit, ju uroj si komunë që keni filluar. E kjo punë ka filluar me punën e drejtorit zotit Safet Bushi, i cili ka artenin në transfuzion, është interesuar për të na takuar. Kemi bërë bisedë edhe ka thënë se tërë bashkësia islame edhe këtë popullata pa dallim janë të interesuar me dhuruar gjak. Zoti Safeti mu duk shumë serioz në të pikpamje, edhe i thash pse jo, ne kemi si program në tërë Kosovën të shkollë, ne për të gjitha institucionet, po edhe te ju si jo. Edhe ashtu edhe ndodhi, caktuam ditën, erdhëm këtu, ja një ditë me përshkru me një emocion shumë të lartë, ku pritja ishte shumë madhështore, një pritje ngrohtë e përzemërt, edhe të gjithë dhurusit u radhitën dhe puna na shkoi shumë barë. Sa na përket neve, ne kem këtë si punë, e punojmë në çdo vend, por këtu na la mbres një disiplinë, një punë shumë harmonike, edhe një dhurim i lartë i të gjithë stafit tuaj. Allah shpëtblet, edhe njerë një falenderoj përzemërsisht ju si staf, ti personalisht, edhe drejtorinë e shëndetësisë nivelit komunal. Allah shpëtblet për të mira edhe për këtë shërbim që ne kemi këtu. Ne jemi për këtë. Faleminderit. Ky është momenti i fundit të aksionit për dhurimin e gjakut që sot debatëm dita e xumës 22 qershor viti 2012. Dhurues të gjakut të regjistruar kanë qenë 50, ndërsa numri ka arritur më shumë se sa 50, para gjithsej janë 73 dhurues, prej këtyre 73-ve 6 janë femna. Po ashtu 15 apo 16 kanë qenë të refuzuar për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, pra diku numri ka arrit më shumë se 80 në përgjithësi. Allah e shpërbleft të gjithë dhe na lutim Allahun Azza wa Jall që Allah Azza wa Jall gjakun e tyre ta shton sikurse ajo lëmosha sadakaja që thot Muhamedi a.s. nuk paksohet pasuria e atij të cilit jep sadaka, jep lëmosh, padyshim se edhe gjaku i tyre nuk ka mu paksu, po vetëm që Allah Azza wa Jall ka mështu, dhe lutim Allahun Azza wa Jall t'i shpërblejnë për kontributin e tyre bashkëqytetarët tanë, bashkëtarët tanë, vëllezërit tonë, motrat tona, njashtu edhe disa qytetarë që kemi pas edhe prej komunave tjera, kemi pas pra edhe prej Shkupi, Allahu i shpërbleft. Njashtu, Allah i shpërbleft të gjithë institucionet të cilët na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmu, vetëm edhe ju ishit dëshmitar që i pat ata të shtrit duke dhuruar gjak. Allahu i shpërbleft të gjithë. Të ftuar kanë qenë edhe mediat që me pa këtë organizim, edhe pse ne kemi bërë për hir të Allahut Azza wa Jall, që vetëm Allah subhanahu wa taala ta din, dhe kjo është ajo që na dëshirojmë arrit, shpërblimin të Allah subhanahu wa taala. Mirë po për fat keq ata nuk i përgjigjen ftesës, nuk erdhën asnjë prej atyre. Edhe me siguri sikur se mi pas ftu për ndonjë problem që është këtu në bashkësi islame apo në mesin e muslimanëve, padyshim se ata do të ishin ardhur me vrap për t'i paraqit senet negative apo gjërat negative, ndërsa sa i përket për çështjeve pozitive, për veprat pozitive që organizohen prej muslimanëve,
ndoshta pritojnë apo nuk dëshirojnë që më u tregue njerëzve. Sidoqoftë në punën tonë kemi bërë dhe Allah Azza wa Jall na mundsoi që këtë punë me krye me sukses dhe padyshim çdo sen që të fillon për hir të Allahut Azza wa Jall dhe padyshim që Allah Azza wa Jall i jep sukses dhe inshallah shpërblimin kemi më arrit Allahu subhanahu wa taala. Allahu inshallah të gjithëve na shpërblejnë me kaq edhe na e përfundojmë. Allahu na ndihmoft të gjithëve.